Welcome to QR Pod. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në këtë episod të radhës të Curiosity Roots Podcast. Unë jam Sara. Dhe unë jam Leo dhe sot kemi një të ftuar shumë speciale. Ajo është drejtuesja e zyrës së marketingut dhe këshillimit të karrierës në Kolegjin Universitar Qiriazi, gjithashtu dhe kolegja ime. Mikesha jon dhe kolegja jon Valbona Hasani. Valbona, mirë se vjen. Mirë se gjeta. Si ndjeni? Shumë mirë. Si shkoi dita sotme? Shumë mirë. Perfekt. Pas një leksioni të gjatë me studentët, po shumë mirë. Të vazhdojmë direkte në dalim në temë. Edhe Valbona kështu ka qef faktike, të drejta, profesionale. Si lini dëshira për të qenë këshilluese karriere? Për sa i përket nisjes tim havave të parë si këshilluese karriere, në fakt nuk ka nisur drejt për drejt me këshillimin e karrierës, por ka nisur në momentin që unë isha studente në bachelor, që isha pjesë aktive e aktiviteteve të universitetit, studioja për psikologji. Më pëlqeu shumë edhe fakti që po studioja për psikologji dhe që isha gjatë gjithë kohës në ndihmë edhe të universitetit, të aktivitetet që bënte universiteti, po nga ana tjetër më pëlqente shumë edhe komunikimi me kolegët e mi. Dhe në këtë mënyrë, në mënyrë graduale, unë u bëra pjesë e zyrës së këshillimit të karrierës. Për të qëndruar tek këshillimi i karrierës, çfarë problemesh mendon që hasin të rinjt sot për zgjedhjet e tyre, për degët, për universitetin? Në fakt janë disa probleme, janë shumë probleme më saktë. Problemi numër 1 që unë mendoj që është problem për të rinjt është sasia e madhe e informacionit që ato kanë. Nga njëra anë është shumë e mirë se sa më shumë informacion të kesh, aq më i pushtet që mje, por jo në rasti konkret të maturantëve apo të rinjve, nëse në gjatë kohës që ata nuk dinë që ta filtrojnë të informacion. Pastaj, vështirësia tjetër që ato hasin është për sa i përket tregut të punës. A duan që të punojnë në tregun e punës që është aktualisht, pra është trendi i momentit, apo duan që të zgjedhin një profesion që realisht ata dinë dhe munden që ta bëjnë, që e kanë edhe pasion të tyre, që e kanë edhe pjesë të talentit të tyre. Dhe nga ana tjetër patjetër që është edhe presioni social pastaj. Kemi presionin social, kemi presionin nga familja, kemi presionin nga miqtë tanë, që për shembull marrim rastin konkret të një maturanti, nëse ai do që të bëjnë zgjedhjen e tij për universitet, personi i parë që do pyesi, kjo edhe gjatë viteve që jam marrë me maturantët, është shoku i ngushtë, shoqja e ngushtë. Ku do studiosh ti? Çfarë do studiosh ti? Okej, do ikim bashkë. Por kjo nuk është zgjedhja më e mirë profesionale për ta, sepse në fund të ditës, nesër pas nesër kur të dalin në tregun e punës, ata do dalin për vete dhe jo për shokun apo për familjen. Valbona, të qëndrojmë pak tek të rinj. Të rinj sot duan të ndjekin atë që ndjejnë apo të ndjekin trendet e sotshme? Fatkeqësisht ata janë më shumë të drejtuar drejt trendeve të momentit, duke patur parasysh edhe pak për sa i përket tregut të punës, është shumë shpejt i ndryshueshëm. Pra po ndryshon shumë shpejt tregu i punës edhe ata duan që të ndjekin këtë trend të momentit. Nuk është se mendojnë për shembull që unë dua të zgjedh këtë profil studimi, sepse në këtë profil studimi unë ndjehem më mirë, nuk eksperimentojnë, është edhe kjo problematika që maturantët nuk është se kanë shumë maturantët apo të rinjt në përgjithësi, nuk është se kanë shumë dëshirë që të jenë pjesë aktive e praktikave të ndryshme, internshipeve të ndryshme, por domethënë i marrin gjërat me shumë lehtësi fatkeqësisht. Valbona, çfarë mendon se është gabimi më i madh që bëjnë të rinjt në fillimin e karrierës tyre? Në fakt, unë mendoj që gabimi më i madh i të rinjve është në fillimin ose para fillimit të karrierës, që ato shumica mundohen që të presin momentin perfekt për të nisur. Por momenti perfekt nuk është asnjëherë, sidomos kur je në fillimet e tua. Gjithmonë duhet ja nisësh diku, gjithmonë duhet ja nisësh nga një gjë që ty ndoshta nuk të plotson 100% tënd, qoftë ajo nga ana financiare apo nga ana emocionale, nuk ndihesh mjaftueshëm komod në atë pozicion pune, nuk ndihesh ndoshta mjaftueshëm i vlerësuar nga ana financiare në atë profesion, në atë pozicion pune, por ti duhet ja nisësh diku. Të rinj duhet ja nisin diku në mënyrë që ata të kuptojnë edhe veten e tyre se ku qëndrojnë ata në tregun e punës, cila është gjëja që ata dinë të bëjnë më mirë, dhe nëse nuk eksplorojnë, nuk e kuptojnë dot se çfarë dinë të bëjnë më mirë. A mendon që familja ka një ndikim tek të rinjt ose më saktë tek maturantët për të zgjedhur rrugën e tyre qoftë profesionale apo dhe nga ana e studimeve? Të them të drejtën, ka shumë ndikim,
kjo edhe duke marrë parasysh takimet e shumta me maturantët, takimet e shumta me prindërit që kemi bërë vit pas viti, jo unë personalisht, por së bashku me Zyren, së bashku me Julio, por që në një farë mënyrë edhe pjesën e prindërve e kuptoj sepse të rinj të duan në një farë orientimi e duan. Por duhet të jetë diçka e balancuar, duhet të jetë një këshill nga ana familjes, duhet të jetë një orientim nga ana familjes, por duhet edhe të marrim parasysh pak edhe pjesën e çfarë kanë dëshirë të bëjnë maturantët të rinjt në këtë rast, çfarë kanë dëshirë, cili është profesioni i tyre që ata e duan më së shumti. Për të qëndruar te pjesa e profesionit, si mendon se mund ta kuptojë një njerëz se kush është profesioni që u mbështatet më shumë? Vetëm praktik dhe vetëm praktik. Eksploroni në për praktika të ndryshme, në për aktivitete të ndryshme, vetëm praktikohuni. Valbona, çfarë roli ka universiteti në krahasim me anën e praktikës? Kjo është në fakt pak edhe në varësi të universitetit, sepse një universitet nuk mund të jetë asnjëherë mjaftueshëm për një student në rastin se nuk i ofron atij studenti gjatë ditëve, gjatë orëve që është në leksione dhe seminaret e tij praktika të prekshme. Pra një student para se sa ai të diplomohet, qoftë në ciklin profesional, qoftë në atë bachelor apo në atë master, duhet patjetër që institucioni, universiteti në këtë rast, i ofrojnë edhe mundësinë e praktikave, qoftë brenda universitetit, në varësi të programit të studimit, apo edhe jashtë universitetit, tek kompani, tek institucione të ndryshme që këta student duhet të praktikohen që në fund, pasi të marrin ato diplomën në fund, ta dinë se çfarë i pret pak a shumë. Por normalisht një rol shumë të rëndësishëm e ka edhe pjesa praktike, edhe pjesa profesionale pasi këta diplomohen në tregun e punës. Pra, normalisht që ti vërtet e more këtë praktike në universitet, vërtet e more këtë orientimin që universiteti nga ana studimore të orienton, të udhëzon, por që normalisht punën do e bësh në terren, ti punën do e bësh kur të dalësh në tregun e punës. Dhe duhet patjetër që të japësh edhe të marrësh 100% tënd gjatë këtyre praktikave dhe në fillimet e karrierës tënde normalisht që nuk duhet të presësh gjithmonë atë perfeksionin nga ana e punëdhënësit, sepse ti je sa ke dalë në terren, nuk mund të presësh e thënë ndryshe siç e thonë edhe në jargon maturante që duam një pozicion drejtor, po ju nuk e merr kaq shpejt të pozicionin drejtor, duhet hap pas hapi. Avash edhe me hapa të sigurt. Valbona, ju konkretisht si zyrë. Pse mu të rritove të mua? Jeni bashkë, por sot do të përfaqësoj Valbona. Si ndihmoni studentët e Universitetit Qiriazi? Ne jo vetëm studentët që janë aktualisht në universitet, por edhe studentët që janë diplomuar në universitetin tonë, ne bëjmë aktivitete të ndryshme, ne kemi marrëdhënie shumë të afërt edhe me alumnin tonë. Dhe në bazë të marrëveshjeve të bashkëpunimit që ne kemi, që institucioni ynë posedon mbi 100 marrëveshje bashkëpunimi me institucione të tjera dhe biznese, gjithashtu përfshirë edhe universitete të tjera ku studentët tanë mund të bëjnë pjesën e shkëmbimit të Erasmus+. Por nuk mbetemi vetëm këtu, nuk mbetemi vetëm te praktikat studentore, por ne sapo kemi mbyllur edhe një vit tjetër organizimin e panajirit të karrierës dhe punës. Le të themi që ka qenë shumë i suksesshëm. Të gjithë stendat ishin të plota, të gjithë studentët ishin shumë të interesuar dhe ishte një ditë shumë bravo grupi. E bukur. Se është komplet puna juaj. Faleminderit. Valbona, njeri duhet të ndjek pasionin apo tregun e punës? Pasionin patjetër, sepse nëse nuk ke pasion në një punë që bën ti nuk e bën dot, por nga ana tjetër pasionin duhet edhe që ta ushqesh me praktik, duhet edhe që ta ushqesh me përgjegjësi. Për të qëndruar tek praktikat, si mund të ndërtojë një CV të fortë, perfekte një student që në universitet? Një CV perfekte, nëse mund ta përdorim si term, se perfektja nuk ekziston, por një CV shumë e mirë e një studenti është kur ka të pasqyruar të gjitha aktivitetet, të cilat e theksoj edhe një herë duhet të jenë të shumta, në profile ndoshta edhe të ndryshme, për sa kohë janë akoma studentë, nuk është se janë definuar në tregun e punës në pozicionin që ata do kenë, ose në profilin e studimeve më saktë.
duhet patjetër që të kenë aktivitete, duhet që patjetër që të ketë workshope dhe idealja do ishte që në këto aktivitete, në këto workshope, në këto praktika, në këtë veprimtari që ato kanë bërë, të ketë rezultate të prekshme, të matshme. Kjo do ishte idealja. Valbona, sa e rëndësishme është internshipi për të rinjt? Si që thash dhe më përpara, patjetër që internshipi është shumë i rëndësishëm për të rinjt, sidomos flasim për këta student që akoma nuk e kanë mbyllur një cikël studimesh, qoftë atë profesionalin apo bachelorin. Patjetër që duhet, sepse nuk mund të dalin në tregun e punës vetëm me një diplomë për të thënë që kemi bërë këto lëndë. Por këto lëndë që ti ke bërë, cila është një punë praktike që ti ke bërë, cila është një internship që ti mund të kesh bërë. Çfarë soft skills mungojnë tek të rinjt sot ose tek studentët? E them me shumë keqardhje, por përgjegjshmëria është e theksuar. Dhe si mund t'i ndihmojmë ta navigojmë pak më duke i vënë para përgjegjësisë për veprimtarinë dhe gjërat që atyre ju përkasin. Pra, duhet që të paktën në momentin që nisim në universitetin e tutje, duhet që të jemi duke i inkurajuar që ata janë përgjegjës të vetës së tyre, të veprimtarisë së tyre, të punëve të tyre praktike, në orën e leksionit, në orën e seminarit, duhet që t'i inkurajojmë gjatë gjithë kohës që ata të pyesin, ata të jenë kërkues ndaj vetës, jo vetëm ndaj institucionit apo ndaj punëdhënësit nesër pas tesër, por ata fillimisht duhet të jenë kërkues ndaj vetës dhe më pastaj e kanë edhe më të thjeshtë rrugën tyre, karrierën e tyre në treg. Duke qenë që ke studiuar psikologji, pyetja ime konstaton këtu, nëse një i ri ka një frikë për të nisur diçka të re, si mund ta heqë frikën? Frika nuk hiqet asnjëherë nëse nuk guxon. Normalisht kjo është në varësi të nivelit të guximit, pra nëse ti ke një frikë nuk mund ta marrësh një hap të madh drejt asaj gjëje, por me hapa të vegjël, vetëm në atë mënyrë duke u përballur me frikën tënde mund ta heqësh. Dhe normalisht nëse ke një mentor të mirë mbi vete ose me vete krahas asaj çfarë ti po bën, është akoma edhe më e thjeshtë që ta heqin këtë frikë. Për maturantët që na shohin që duan edhe pak inspirim të paktën që është okay dhe nëse nuk e dinë se çfarë duan, a është normale për një student në universitet pasi mbaron mos ta di akoma se çfarë do, ku do të punojë? Patjetër që është shumë normale, edhe ne sot që kemi eksperiencë, qoftë unë, Leo, apo ju, Sara, apo edhe të tjerë që na shikojnë, kemi momentet tona që ne nuk e dim se çfarë duam të bëjmë. Kemi momentet tona që ne jemi të ngurtësuar dhe nuk bëjmë dot gjëra që ndoshta i kemi bërë më përpara me shumë pak, që na kanë kërkuar shumë pak kohë për t'i bërë, dhe kemi dhe ato momente që s'po i bëjmë dot. Kështu që po patjetër që është normale, por ajo çfarë nuk është normale është që kjo gjë të zgjasi pafund, dhe nëse zgjat pafund atëherë duhet të marrim hapa të tjerë që të kërkojmë ndihmë në profesion, tek profesionistët. Valbona, si ndihmon ti të rinjt ose student maturant me gjithë eksperiencën që ti ke, nëse ata ndjen të humbur, çfarë ka qenë një këshill që ti i ke dhënë atyre që nëse ti ndjen ta vazhdosh këtë program, nise, nëse ti ke një problem, mendoj nga kjo ana tjetër se çdo gjë ka një zgjidhje. Po një guid e vogël. Vetëm duke i orientuar drejt vetnjohjes dhe ju lutem guxoni. Guximi është diçka që duhet ta ketë, jo vetëm të rinj, por edhe në të tre këtu, po edhe ata jashtë duhen ta kenë. Merrni iniciativa. Asnjë iniciativë që merrni nuk ju nxjerr të humbur, përkundrazi në çdo hap që ju merrni fitoni diçka. Po ato maturantë që janë konfuz për zgjedhjen e degës që duan studiojnë, çfarë do ju thoje? Maturantë të dashur, nëse akoma nuk e keni bërë zgjedhjen tuaj, nëse akoma nuk keni bërë ndonjë praktik, nuk keni bërë ndonjë workshop, nuk keni bërë ndonjë projekt gjatë studimeve tuaja në gjimnaz, atëherë ju lutem ajo çfarë ju ka mbetur për të bërë në këtë periudhë kaq të shkurtër sa ju keni tashmë për të bërë për zgjedhjen tuaj, thjesht e vetëm interesohuni në secilin institucion arsimor që ju keni interes për të studiuar dhe merrni sa më shumë informacione dhe orientime nga profesionistë për programin e studimit që ju dëshironi të studioni, krahas edhe atyre talenteve dhe apo pasioneve që ju keni. Valbona, si është të ardhmen e tregut të punës në Shqipëri për të rinjt?
Të them të drejtën, unë mendoj që treg punë ka gjithmonë. Do ketë. Ajo çfarë e shikoj si një vështirësi për të rinjt, dhe jo vetëm për të rinjt, në fakt për të gjithë ne, është që sikurse e thash edhe pak më lart, tregu i punës fatkeqësisht apo fatmirësisht është i ndryshueshëm shumë shpejt, ecën shumë shpejt. Dhe ne duhet jemi gjatë gjithë kohës me hapin e kohës, ashtu siç është kjo shprehja klishe, që ne të mësojmë gjëra të reja, të mësojmë praktika të reja, të mësojmë programe të reja, të mësojmë gjëra të reja në mënyrë që ne të jemi të qëndrueshëm në këtë treg pune. Pra, nuk është e thjesht, por asgjë nuk është e pamundur nëse ne jemi të qëndrueshëm në vendimet që ne duam, në vendimet që ne marrim, në gjërat që ne duam të bëjmë. Dhe normalisht duhet të jemi gjatë gjithë kohës duke studiuar, duke mësuar. Ajo çfarë ne mësojmë gjatë jetës është gjithmonë në vazhdimsi. Pra, nuk mbaron asnjëherë të mësuarit apo të kuptuarit e një profesioni apo një gjëje, një profil i studimesh. Nuk mbaron me atë diplomen që merr në bachelor, nuk mbaron me atë diplomen që merr në master apo me atë të profesionales. Gjithmonë duhet të jemi të përgjegjshëm dhe të vetëdijshëm që duhet të jemi me hapin e kohës. Pra të bëjmë gjëra të reja, të mësojmë gjëra të reja dhe dua të ndaloj tek njohje të reja. Sa e rëndësishme është networking për studentët apo për alumnin tonë? Është i rëndësishëm, patjetër të jep mundësinë për të njohur dhe për të njohur njerëz, pra të hapet një derë, në mos disa të hapet një derë, por normalisht që nuk mjafton me kaq. Nuk mjafton asnjëherë, nuk është mjaftueshëm. Ne duhet të japim nga vetja në mënyrë që të na pranojnë edhe të tjerë. Të na pranojnë, kur them të na pranojnë në tregun e punës, se Valbona, çfarë dallon një kandidat të zakonshëm nga ai që i bie në sy një punëdhënësi? Do thoja profesionalizmi, përgjegjshmëria, guximi patjetër. Ja, këto janë bashkëpunimi, këto janë gjëra që i bien në sy dhe që realisht kërkon çdo punëdhënës përgjithsisht, kërkon tregu i punës. Valbona, nëse do ju jepje një mesazh çdo të riu shqiptar sot. Dhe maturantëve, duke qenë Sara që jemi edhe në pragun ku ata do bëjnë zgjedhjet e tyre universitare, një mesazh edhe duke përfshirë maturantët. Të dashur maturant, mos zgjidhni vetëm degën, por zgjidhni profesionin e jetës, sepse ju jeni nesër pas nesër ata që do të aplikoni tek të rinj të tjerë, tek pasardhësit tan, këtë profesion që ju do zgjidhni sot. Me ku ka më bukur ta mbyllim sesionin e pyetjeve me një mesazh kaq të bukur për maturantët dhe për të rinjt. Tani të kalojmë te quick fire round, janë 10 pyetje të shpejta me 10 përgjigje të shpejta. Nëse nuk jep përgjigjet në 1 minutë kohë, ka një dënim për ty Valbona në fund. Për dënimin jam e gatshme se nuk besoj që më vjen ndonjë dënim shumë i rënd nga një koleg i zi. Ja do e shohim. Valbona, pasion apo stabilitet? Të dyja. Universitet apo experience puna? Kur themi universitet, besoj që e ke fjalën për studime dhe nëse e ke fjalën për studime, patjetër që të dyja së bashku, por eksperjenca është ajo që të mban në treg. CV perfekte apo intervistë e mirë? Një CV perfekte reale nuk mund të ketë një intervistë jo të mirë, vetëm në rastin kur ka ndërhyrje nga ana psikoemocionale, kështu që e fundit. Punë në Shqipëri apo jashtë? Në Shqipëri gjithmonë. Por eksperiencë jashtë për të aplikuar njohuritë në Shqipëri. Ndryshim i shpesht, karriere apo qëndrueshmëri? Ndryshim i shpesht në momentin që je në hapat e parë të karrierës, por qëndrueshmëri më pas, sepse vjen një moment që ti duhet ta njohësh veten. Mentor apo vetëmësim? Mentor, patjetër. Praktik pa pagesë apo pritje për një ofertë të paguar? Praktik pa pagesë. Nuk mund presim pa fund. Rrezik apo siguri? Rrezik. Iniciativë. Networking apo aftësi teknike? Aftësi teknike. Fillimi vështirë apo rehatie menjëhershme? Fillimi vështirë patjetër. Valbona, pse ju rehatit menjëhershme? Sepse po themi që në momentin që ti ke mbaruar një
program studimi, ke studiuar për një profil studimi, por nëse nuk ke eksperiencat e mjaftueshme nuk po them të punës, por nëse nuk ke eksperiencë mjaftueshme, nëse nuk ke eksploruar mjaftueshëm, ti mund edhe të kesh dëshirë për të ndryshuar komplet nga profili studimit, çfarë ke studiuar, për të bërë ndoshta një profesion tjetër, për të bërë ndoshta një punë tjetër. Kështu që nuk mund të pretendojmë, nuk është absolutisht e gabuar, por nuk është gjithmonë e arritshme rehatia e menjëhershme. Dhe të them të drejtën, mua nga ana personale, në aspektin personal, nuk do më bën të ndjehem mirë nëse do kem gjithçka në rregull që në hapat e para, se them, prit se ka një gjë që nuk shkon këtu, nuk i kam bërë vetë hap pas hapi, nuk e kam fituar vetën këtë rehati. Ne vërtet kaluam në një çiçet të vogël edhe pas përfundimit të pyetjeve, por me sa duket nuk janë përgjigjet në kohë dhe ka një dënim për ty Valbona sot. Unë kam një pyetje. Pyetja është, kush është kolegu jot më i preferuar? Okej, unë para se sa të them emrin e kolegut apo kolegës time të preferuar, duhet të kesh parasysh një gjë, Leo, se unë kam fatin dhe ti ke vështirësinë tënde për të mos më zënë kaq ngushtë, sepse unë i kam kolegë të gjithë, kam kolegë edhe ju që jeni në zyrë, që jemi pjesë të njëjtës zyrë, por kam edhe kolegët e mi akademik, kështu që unë do bëj një zgjedhje që do nisem pak në aspektin personal, të them të drejtën, do zgjedh një pedagoge, që njëkohësisht është edhe punojse e administratës në Universitetin Qiriazi, që kemi të njëjtin emër, Valbona Nathanaili. E përshëndesim shumë Valbonën. E përshëndesim Valbonën. Valbona, e vlerësojmë shumë që ishe pjesë e këtij episodi dhe bashkë me Sara shpresojmë që të jesh kënaqur. Faleminderit ju për ftesën, e kam shijuar pafund, ju uroj shumë suksese, edhe pse tashmë suksesin e kemi parë të gjithë është më se i merituar. Faleminderit Valbona. Valbona, faleminderit edhe një herë dhe bashkë do shihemi në zyrë të hënën në mëngjes. Dhe për gjithë maturant, Kolegji Universitar Qiriazi deri në fund të muajit maj ofron 30% zbritje në çdo lloj programi studimi që do zgjidhni. Mos harroni të na ndiqni çdo të premte në orën 18:00. Deri atëherë, shihemi.